Volodymyr Zelensky është sot në Londër për t'i kërkuar Europës atë që Amerika po ja mohon, dinjitet. Pas më shumë se 1300 ditësh lufte, me qindra mijëra të vrarë dhe me qytete të shndërruara në rrënoja, Perëndimi po e trajton fatin e Ukrainës si një çështje marketingu diplomatik. Shtetet e Bashkuara të përfshira në kalkulime të brendshme politike dhe një opinion publik të lodhur nga luftrat, po e shtyn Kievin drejt një paqeje që në thelb është kapitullim me letra. Propozimet që burojnë nga bisedimet e Miamit janë të rrezikshme, garanci sigurie për Ukrainën, por jo rikthim territoresh, e thon Motroç, mbani flamurin, harroni tokën. Ndërkohë Rusia gëzon. Putin i hesh dhe pret që Perëndimi të fundoset në vetë kundërshtimet e tij. Kjo nuk është diplomaci, është një pazar cinik në kurriz të një kombi që po lufton për ekzistencë. Ndryshe nga Washingtoni, liderët europianë me të gjitha pasiguritë dhe frikërat e tyre përmbajnë ende barrën morale dhe financiare të luftës. Londra, Berlini dhe Parisi e dinë se paqja që nënkupton dorëzimin e territoreve është vetëm një qetësi e përkohshme para stuhisë. Ata e dinë se një Ukrainë e coptuar është hyrja e ardhshme e tankeve ruse në kufijtë e tyre, prandaj vizita e Zelenskit në Londër është një moment prove jo për Ukrainën, por për ndërgjegjen europiane. Zelensky nuk kërkon më simpati, ai kërkon që Perëndimi të mbajë fjalën, e nëse Amerika zgjedh të tërhiqet, Europa duhet të zgjohet tani, sepse herën tjetër nuk do të jetë Ukraina ajo që kërkon ndihmë, por vetë Europa që do të kërkojë shpëtim.